Të dashur dhe nderuar vëllezër, Allahu i madhërishëm është ai që krejt çka ka e ka kriju dhe prej tyre gjërat caktuara ka veçu. Andaj Allahu i madhërishëm e ka krijuar kohën dhe atë e ka dalluar në 12 muajt e vitit dhe e ka ndarë në muaj dhe ata muaj disa i ka bën më të vlefshëm se disa tjerë. Për tyre janë 4 muajt e shenjtë, Ashhurul Hurum, që janë muaj të dalluar dhe të veçuar me veçoritë e veta që ka caktuar Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu ka caktuar edhe ditë dhe vlerat e tyre, siç është dita e Xhumë dhe vlerën e madhe që ka, siç është edhe nata e Kadrit dhe vlerën e madhe që ka. Ka caktuar edhe vende dhe vlera e tyre është e madhe, siç është Mekka dhe Medina dhe Kutsi, Jerusalemi, vende të cilat Allahu i ka ngrit dhe me vlerat mëdhaja i ka shëndrit. Të dashur vëllezër, na jemi afër, kemi hyrë në një muaj që me te jemi afruar një muaj të madh që na pret. Kemi hyrë në muajin Shaaban, nga kalendari i hijretit, nga kalendari i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Muaji Shaaban është muaji 8 i kalendarit lunar, hënor. E muaj Ramazan është muaji 9 i kalendarit lunar, hënor. A thuvall, çka ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në këtë muaj? Thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mas shumë ti që agjeronte në muaj tjera veç Ramazanit, agjeronte në muajin Shaaban. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi sahihun e tij. Dhe thot Aisha radhiyallahu anha, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeronte Shaabanin aq shumë sa që veç një pjesë të vogël e lente pa agjerim, transmeton Imam Muslimi sahihun e tij. Andaj këto janë argumentet fetare që besimtari kur hin në muajin Shaaban fillon edhe angazhon vetveten me disa adhurime për ta përgatitur për muajin e bekuar, muajin e madh, muajin e Ramazanit. Andaj tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, thon: Ja Rasulullah, po të shohim se shumë je duke agjeruar në muajin Shaaban, a thu vallë pse? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në muajin Shaaban ngriten veprat tona vjetore te Allahu dhul Xhelal. E kam dëshirë që kur ngriten veprat tona te Allahu dhul Xhelal të ngriten duke qenë unë agjerueshëm. Andaj thot Imam Ibn Kaimi rahimahullahu taala, janë 4 momente kur ngriten veprat e besimtarit te Allahu subhanahu wa taala. E para, veprat e ditës ngriten natën, në akşam, dhe veprat e natës ngriten sabah te Allahu dhul Xhelal. Kjo është domethënë brenda ditës. Veprat e javës ngriten 2 ditë në javë, ngriten të hanën edhe të njëjtën. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam agjeronte edhe të hanën edhe të njëjtën. Dhe ngriten veprat tona gjatë vitit muajin Shaaban, siç e përmendi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë hadith. Dhe ngriten veprat tona tërësisht gjatë jetës kur? Atëherë kur kalojmë nga kjo botë dhe shkojmë te rahmeti Rabbul Alaminit. Allahu gjithve na mundsoft që në fund shkojmë me fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Andaj dietarët ku kanë folë për adhurimet e këtij muajit, kanë thonë pse kaq shumë është angazhu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në muajin Shaaban, e mos të folim për çfarë angazhimi ka vënë në muajin Ramazan. Kanë thonë ulemat gjevape të ndryshme, të gjitha janë të këndshme dhe të mira. Kanë thonë ulemaja, ashtu sikur se farzi, namazi, ka sunete para edhe mbrapa, edhe farzi agjerimit, ka sunete agjerimi para dhe ka sunete agjerimi mbrapa. Për shembull, drejka gjithë në edhimi ka 4 recat sunet për para, edhe 2 recat sunet mbrapa.
Edhe Ramazani që është farz, ka agjërim sunet për para që është agjërimi i muajit Shaban, një pjesës së madhe të muajit Shaban, dhe agjërimi mbrapa që është agjërimi 6 ditëve të muajit Shawal. Edhe kështu besimtari do të kryen farzin, të i kryj sunetet para edhe sunetet mbrapa. Shërimi tjetër që kanë thonë dietarët është se besimtari duhet me përgatit veten për këtë muaj të madh që na vjen, a është muaj Ramazanit. Është kurora e muajve. Është mundësia e madhe e faljes së gjunaheve. Është mundësi e artë që krejt gjunahet tona mi bo shkrum, mi djeg. Andaj ulemat kanë thonë njëra për kuptimit të muajt e Ramazan, është koha e nxehtë, Ramazan. Ka thonë, pse ka ardhur Ramazani verës në pikë nxehtit, dikush ka thonë jo, se Ramazani i ngjan zjarmi të nxehtë i cili i shkrumon gjunahat, krejt, i fshin, i djeg. Inshallah Allah na jep ymër e emrim Ramazanin, e inshallah bëhet Ramazani sebeb me i shkrumu gjunahet tona. Mirë po, për me mujt me arrit që Ramazani me ne fshinjeve i gjunahet tona, duhet mu përgatit për atë muj. Tregtari si tregtar, mallin e verës shkon në kin e porosit në pran verë, e mallin e vjeshtës e porosit në verë, e mallin e dimit e porosit në vjesht. Edhe muslimani i mençëm, i cili don me vjel, don me korr Ramazanin, duhet pitash mu përgatit. E përgatitja më e mirë është muaji i Shabanit. Andaj dashur vëllezër, ta shtojmë, ta intensifikojmë adhurimin ton. Duke filluar që nga agjërimi i ditëve që mujmë me agjëru. Tonë të ente, ditë të bardha, një ditë po, një ditë jo, si të kemi mundësi me agjëru. Sa më shumë më mirë. E dyta, të fillojmë të falim namaznate nga 2 rekate apo 4, të bëmi hazër për teravi. Të fillojmë të japim pak më shumë sadaka, që të mësohemi në Ramazan me dhonë edhe pak më shumë sadaka. Të fillojmë të vizitojmë falefisin që mos tjetë në Ramazan e Ramazan dhe të shposhihemi, po tjetë edhe jashtë Ramazanit vizitat tona e të kaplon rahmeti Rabbul Alemin dhe bereqeti i ti. Të dashur vëllezër, ky muaj e ka këtë specifik, e ka këtë dëvler, të mundohemi të kalojmë me adhurime shtesë për të përgatitur për këtë muaj të madh, e duke lutë Allahun vazhdimisht që këtë ibadete që na i bëjmë t'jenë sinqerta vetëm për Rabbul Aleminin. Duke lutë Allahun e madhreshëm që këtë adhurime që i bëjmë, Allahu t'i pranon për neve. Duke lutë Allahun e madhreshëm që t'na bën për atyre besimtarve që ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mundohen të gjitha adhurimet, të gjitha veprimet, të gjitha jetën e tij ta çojnë ashtu siç e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Sepse vetëm duke qenë adhurimet tona të sinqerta dhe në përputhje me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ato adhurime do të pranohen, ato adhurime do të kenë ndikimin e vet në jetën tonë, ato adhurime do ta sjellin bereqetin e vet, ato adhurime do ta japin lumturinë tonë këtë dynjë, ato adhurime do të bëhen sebeb me fitu rahmetin e Allahut Dhul Jalal kur dalim para Allahut subhanahu wa taala. Andaj lusim Allahun e madhreshëm na bën për besimtarëve syçel vigjilent që japin hakin ibadeteve secilës ditë, secilës javë, secilit muaj, ashtu siç na ka mësuar Kurani dhe suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke lutur Allahun e madhreshëm të gjithë neve që jemi në xhamit ne ymër dhe shëndet, të arrijmë Ramazanin si është më mirë e mundshme, e dalim nga Ramazani me gjunahe të falura inshallah taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين
وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.